jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Selam aleikum, sonte vazhdojmë me podcastin e radhës. Mysafir rikthehet kush tjetër pas Hoxha i nderuar me tush Mehmeti. Mirë se erdhe Hoxha. Aleikum selam, mirë se u gjeta. Sonte po du Hoxha me ti me fol për një ibadet shumë madhështor, umren. Do me thonë udhëtimin për në Mekë dhe në Medine. Habibi, come to Mekka. Fillimisht, Zoti i trujt e shpërbleft për mundësitë që po na jep. Me ju drejtu popullit ton, Po, me i fol gjuhën e ëmbël shqipe. po. Fjala ibadet të në thot adhurim. Adhurim e Allahit. Po, adhurim ndaj Zotit. Ndaj Zotit. Normale, ne besimtarët musliman nuk adhurojmë askënd përpos Zotit. Pikë. Nuk ka këtu ndonjë mendim ndryshe. Domethënë, në fenë islame, nëse adhurohet vetëm Zoti, askush tjetër. Tjerë të respektohen, nderohen, ama nuk adhurohen. Adhurohet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Umra një udhtim në Mekë. Umra ka të bëjë me Mekën. Si vend, edhe ka të bëjë direkt me Ka'bën, që quhet El Masjidul Haram. Brenda xhamisë së madhe në Mekë është Ka'beja. Ka'beja e bekuar. Ajo shtëpia E e zez. zez, Me pul... po, me pëlhur e mbuluar me pëlhur zez, quhet El Ka'batul Musharrafe, Ka'beja e bekuar. Ndërsa xhamia i nxena më shumë se 1 milion besimtar në brenda. Ajo Po, reja xhamia, thike. ajo quhet El Masjidul Haram. Ndërsa ajo e zeza, shtëpia e mbuluar me pëlhur zez, quhet El Ka'batul Musharrafe. Domethënë besimtar tavafin e rreth rrotullimin e bëjnë rreth Ka'bës. Dhe umreja është një udhtim që kemi mundësi dhe ne me bon prej këtu, me shku në Ka'be, në Mekë, sipas rregullave që janë të parapame në Kur'an dhe në Sunet, krihet adhurimi i umrës dhe vazhdojmë ne mund të rrim atje një ditë, se umra më shumë se 3 orë nuk merr. Qa zgjata? Po, 3 Qa, orë. do më thonë pyetja e parë është si bëhet umreja? Shqipe, si cili adhurim në fenë islame ka rregulla, e ka bazën e vet. Edhe jashtë bazës nuk dilet. Pastaj sepse gjithçka që shtohet dhe paksohet ndaj asaj që e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe e ka sqaruar dhe e ka shpjeguar Muhamedi Islam, nëse dalim prej kësaj, atëherë quhet bidat. Fjala bidat do të thonë me shtu diçka, Në ose fe. me paksu në fe. Gjithçka mundesh me shtu me paksu, ama në fe jo. Nuk ka krija me abet. Do më thonë tash se njerëzit kur për shumë vendon ligje, ki pa parlamenti për shumë të ne. Se cila qeveri që vjen, disa ligje i largon, disa tjera i vendon, se njerëzit kanë mundësi dhe me gabu. Mirë po Allah subhanahu wa taala është absolut diturie në gjithçka, nuk gabon. Edhe tash nëse shtojmë diçka, atëri vjen shumë keq, do më thonë Zot, Ki gabu. nuk kena menduar që son rregull e tash ne po e përmirësojmë. Jo. Do më thonë adhurimi është strikt. Edhe umre ka rregulla strikte. Edhe haxhi, po tash jemi duke fol për Për umrën. umrën. Po. Për shembull, ai që ka mundësi, umra nuk është obligative, nuk është e patjetërsueshme. Mirë po tash gjendja e besimtarëve musliman në botë nuk ka njësoj. Gjendja ekonomike. Tash umra kushton shumë më lirë se sa haxhi. Me 1.000-1.500 euro deri në 2.000 euro mund të bësh një umre shumë të mirë. Se kur themi umra nuk kupton disa rregulla. Po tash ne kemi dëshirë atje njerëzit që shkojnë në umre vizitojnë dhe Medinën, qytetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, rrin më shumë në Mekë. E falin namazet e më shumë. Se umra si umre, më shumë se 3 orë nuk merr. Për shembull, Do më thonë, si bëhet umre? rregulli i parë është niyeti. Niyeti, qëllimi. Pse shkon atje? Do më thonë për hir Zotit, qëllimi e ka bën niyet Me shkun, me fitu se vapa. po me bën umrën.
Me nijetin, me qëllimin shkon edhe veshja i ihramit. Ihrami janë 2 copë pëlhura, ngjyre Si peshkire. si peshqire, janë 2 copë, 2 pjesë, njëra poshtë, njëra lart. Domethënë kjo kushti i parë. Brek nuk vesh atje. Ja. Domethënë vetëm ata 2 pjesë. Kjo për burrat. Si peshqie për burra. Gratë nuk kanë ihram. Gratë janë pa. Si ihramin në kupton edhe nijeti, qëllimi me zemër. E qartë. Po, se ndonjëherë ka dikush që ka probleme fizike, nuk ka mundësi ta vesh ihramin. Po do. Po nuk e vesh ihramin. Për shembull duhet me mbulu kokën, se nuk lejohet me mbulu kokën, nuk lejohet me mbulu duart, këmbët. A jam I qartë. Po. Për burrat më fol. Mirë, po ka dikush probleme, ka nuk mundet me dëru shumë nxeftin ose nuk mundet me dëru ftoftin e kështu me radhë, ka mundësi se ihramin nuk e ka kuptimin vetëm ata 2 pjesë të peshqireve që I përmendëm. Po qëllimi, nijeti I pastër, sepse ihrami edhe mu vanu pak edhe me vesh ma vanë, disi mund të paguhet, për shembull. Ka rregulla në fe se edhe në haç kështu, ka mundësi me gabu diçka, me haru diçka, paguhet me nëse on një gabim më I madh, paguhet me kurban. Mirë, po këtu sa I përket umrës, domethënë rregulli I parë është nijeti, qëllimi edhe 2 ihrami. Ku I vesh ata? Vetëm ta, ka dallim. Janë 5 vende të caktuara sipas hadithit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që janë caktuar dhe nuk lëvizin ata. Domethënë se shkon prej Medinën në Mekë, ka një vend që quhet Dhul Hulejfe në Medinë. Nuk guxon me kalu atë vend pa I vesh ihramin. Nëse shkon për shembull ka Iraki, o një vend Dhatu Irqin. Nëse shkon prej Sirie, ka një vend posaçëm. Nëse shkon prej Yemenit, ka vend posaçëm, Yelemlem. E kështu me radhë, ka një mikat që quhet Gjohfe. Domethënë, rreth Mekës janë 5 vende të caktuara që besimtarët kanë drejtë të veshin ihramin. Domethënë ky kushti I parë. Kushti I dytë është tavafi. Kushti I dytë tavafi dhe kushti I tretë ecja. Falë që për ndërprej, se u habitan telefonet. S'prish. Domethënë, ti tregove vendet çka janë nga bota arabe, po për ne kur nismi për numre. Kretë varet se çfarë udhëtimi bëjmë. Me aeroplan për shembull. Nëse shkojmë Istanbulin e marrim. Po, Istanbul. Istanbul Medinë. Në Medinë e veshim ihramin. E qartë. Nëse shkojmë Istanbul Jeddah, prej Istanbulit do ta veshim ihramin ose në aeroplan do të me. Jeddah është në Mekë. Jeddah brenda mikatit, brenda vendit të caktuar. E qartë. Nëse shkon pa ihram në Jeddah, zbret poshtë, atëherë duhet me shkon në disa vende më afër që janë të caktuar, për shembull Taif. Taifi ka vend të posaçëm për veshje të ihramit. U dëshka mu largu pi Mekës si me veshje ihramit. Patjetër, nëse unë jam duke fol me rregulla. Po, do po. Tash, nëse don me bën një adhurim sipas asaj që ka urdhëruar Allahu dhe Muhamedi sallam, pastaj Muhamedi sallam duhet ti plotësojmë rregullat. E qartë. Ama besimtarët tan, shumica e rasteve veshin ihramin në Istanbul, prej hotelit ose në aeroport ka vende të posaçme që ka para pa shteti turk, aeroporti për veshjen e ihramit, është shumë lëvizje e madhe për Istanbulit për Jeddah ose Medina për umrë dhe haç. Domethënë mërin tash I kena vesh ihramet, e kena plotsu këtë rregull. Mërin, po amnijetin. Lebejke Allahumma umratan. Rrugës dush me po, si ta veshin, e kanë bën një jetë me shku në umrë për hir të Allahu subhanahu wa taala. Për hir të Allahut fuqi plot. Edhe mërim. Po, mërim gjithë dalin autobusat, ato krit me rregulla, shteti saudit I ka disa rregulla që mendoj që shumë bukur I realizon me numër. Ata e din për shembull sa është numri I këtij grupi, nëse on një autobus, del një autobus, nëse on 2 autobusa, dalin 2 autobus, I marrin njerëzit që janë nisë me numre dhe I dërgojnë në hotel në Mekë. Në hotel Mekë. Po. Pastaj pin hotel? Po, pushim pa. Pak pushim, nëse ka një namaz pa falim namazin, nëse ka nevojë të ham dark ose në këtë varet çfarë ore arrim. Pushim 2-3 orë. Pastaj preferohet më së shumti prej pasjatësie deri në namazin sabahut me bë umrë. Se vendi atje është I nxehtë. Domethënë veç muajin e parë, muajin 12 mund të arrijë 25 gradë. Po ndryshe muaj tjera mbi 30, 40, 50 gradë. Preferohet më flat natën. Tash nuk ka njerëz që edhe bëjnë pas
namazit sabahut pasi të lind dielli bëjnë umrën. Pas dreke, mirë po në zefshëm. Se cili nuk ka mundësi me duruat në zefë. Ama ne tash, nëse jam unë në pyetje, nëse kisha organizohu unë, shumicën rasteve pas namazit atësis i dërgojmë Me bë umrën. besimtarët me bë umrën, as gjatë 3 orë. Do më thonë, pinë hotel tash shkojnë në Kabe. Tash, paramendojmë kështu hipotetikisht, po shuam, pak e marim abdes, se tavafi ose namazi. Por po se në tavaf ke drejt me fol, në namaz nuk ke drejt me fol. Se namazi pa abdes nuk pranohet. Edhe tavafi pa abdes nuk pranohet. Bile ka një këshill që sa më pak me fol në tavaf. Po më shumë me fol lutje dhe dua. Po nda. Po, tash mundëm me edhe bisedë me bon, nuk prish punë. Do të mërim të tavafit, tash shkojmë në Kabe. Po. Bismillah edhe. Bismillahim Kabe, edhe fillojmë tavafin prej te Gurizi. 7 herë Ana. rreth Kabes. Po. Ka do që hin Kabe, ajo rumbullak. Edhe tash kur të arrim te Gurizi, prej atje fillojmë, duke pas parasysh që ka kallaballok shumë njerëz ka. Po. Tash ka mundësi pak 100 metra, 50 metra larg Gurizi me qenë. Atje e fillon rrethën e parë. Edhe e sos tavafin, apo? Tavafi ka 7 herë. 7 herë. 7 herë një tavaf quhet. Po, e pas tavafit? 7 rreth rrotullime. Rreth atë. Pas tavafit ka një vend që quhet Maqami Ibrahim. Me kam Ibrahim. Maqami Atë Ibrahim. kam të Ibrahimit. Po, kam të Ibrahimit stam. Pas Maqami Ibrahimit ose sunet të falim 2 rekate namaz. Pas secili tavaf falim 2 rekate namaz. Atë në Kabe Po. më. Pastaj Pastaj shkojmë saj quhet. sa Ecja ndërmjet 2 kodrave. Njëra kodër quhet Safa, tjetra kodër quhet Merve. po. Sa zgjat kjo për avës? Po afër 350 metra se e di unë i ka prej kodrës Safa dhe në kodrën Merve. Sa 7 herë. 7 Do herë. më thonë, tash, prej Safës deri në Merve, ec 1 herë quhet. Po. Kur të kthehesh prej Merve deri në Safa, 2 herë. 2 herë, po. 3 herë. Afër 2 kilometra diçka. Pasi të sosit ke ritual, U kri. çaq më u kri umre. Po. Do më Jo, thonë faktikisht Ka edhe një kusht tjetër. Po. Bura e gra duhet mi shkurtu nga pak flokt. Mirë është mi thot për jam rahimallahu al-muhalliqin. Allahu Gjeleshani më shiroft ata që i hekin flok krejt. kena marrë aty kena special pyetje për ata. Do më thonë edhe të shki ritual i fundit prej re flokëve edhe i lirë, mo shkon hotel e bani tush. Lirohesh prej hramit. Se hrami e ka atë zorin e vet pak. Po si se ka, po. Tash për Unë e meshkujt di. pak duhet me qenë pak ma Kujdesshëm. të kujdesshëm normale. Do më thonë, shkur të shqipë gjë, nuk ka umrja e randë. Ketë për 3 orë, si thove, ti. 3 orë. 3 orë, po. Nëse Edhe ka masa i lirë, rrinë me ke shka dush ban. Shkon kafe, shkon xhami, Ilirje, namaz. vetëm se duhet më lidh për xhamin. Po, Do të thonë, pastaj fillojnë besimtarët e tanë që shkojnë, po krejt besimtarët në botë që janë muslimanë që shkojnë atje bëjnë edhe tavafe vullnetare. Po, atëre plus. Po, mëse këna me folë për ta. Pyetjen e ditë, çka doshta me të parashtrohet është shumë e thjeshtë. Sa shpërblime ka ai që shkon në umre? Sa sevape i ka ai që shkon në umre? Fillimisht ta përmendi Zotin Kur'an e ka përmend, thotë wa atimul hajja wal umrata lillah. Do me thonë kjo, Ta Allahu, kryeni haxhin, haxhin dhe umrën për hir të Allahut fuqiplot. Tu janë qëllimi kryesor këtu. Për askën tjetër. Për Allahun fuqiplot. Tash, sipas rregullave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka shumë hadithe që flasin për shpërblimin e tavafit. e umrës. Po, po njerë për Tema është umrën, umre, pastaj mirë. Thot, el umratu ila el umrati keffaratun lima bejnehuma. Ndërmet umrës dhe umrës, gjithë qka nga mëkatët shlihen. Mashallah. Si e gama, jeta në zënësit si përdorin ato gamat. Shkruajnë, pastaj gjithë qka fshin. Sikur mos me pas qenë. Subhanallah. Ashtu Allah subhanahu wa taala të gjitha mëkatët i shlin. Ku mos me shku në umrës, po. والحج المبرور والحج المبرور
lejse lehu jazaun illa al-jannah. Ndërsa haxhi i pranuar nuk ka shpërblim më të madh se sa xhennet inshallah. Amin. Domethënë kjo ishte shpërblimi i umrës. kështu, Gjënohet fshihen Pak ma thjesht, po. pak ma thjesht edhe shpërblimi më i madh kjo është. E tash pyetja e tretë është, si bëhet tavafi? Rreth rrotullimi. Pak ma herët e përmendëm, filluam të shpjegojmë, të shpjegojmë edhe një herë. Për shembull, këtë qabja. Shembull. Këtu gurizi. Ti për shembull hin ka kjo derë, se qabja hyrja disa derë, disa hyrje. Jo disa hyrje, po shumë hyrje ka. Po. Këtu është dera e mbretit Abdulaziz. Ai i cili e ka formuar Arabin Saudite. Quhet Mbomba. E ka vdek tash mbreti i ri Selmani, mbreti Selman, djali mbretit Abdulaziz. Këtu është dera kryesore. Nëse hin këtë derë, direkt vjen, për shembull, prej tek kjo dera, këtu është qendra sahati që i themi. Po, sa. Kjo është shumë diçka shumë i ndërtim madh. jashtëzakonshëm, po. Hin të dera kryesore dhe këtu të vjen e fillon tavafin te gurizi. Po. Tash e fillon këtu tavafin, sillesh, rrotullohesh një herë. Një herë. Kur të arrish këtu, për shkak se nuk kena mundësinë të gjithë me shku me prek gurin e zi, prej larg themi bismillah Allahu akbar. Se guxh me madh, apo? Po, shumë kallaballok ka. Shumë kallaballok thotë. Edhe ja bën me dorë këtu bismillah Allahu akbar. Bëre përshëndet. Edhe e nis rreth rrotullimin e ditë, Po. prap të vin 3, 4, 5, 6, 7. Këtu me njerë afër e ke Mekami Ibrahim. Pas Mekami Ibrahimit i falim direktat namaz të tavafit. E këtu të gurizi dhe Mekami Ibrahimi këtu, për shembull, ka qenë një hyrje për të burimi zemzemit. Unë e kam arrit, se kam qenë studime në Medinë 93-2002, 94-2002, e ka qenë me shkallë poshtë, kemi zbrit poshtë atje, edhe kemi piju i zemzem. Tash nuk funksionon. Jo, tash nuk, po mire kanë këta. Po, se me uje, pastaj tavafi bëhesh te krit ujë. Haus. Dhe më thonë tash ato e kanë mbyllat. Mirë pas kanë vepru. Brenda xhamis ke sa dush, po dhe jashtë xhamis sa dush. Po, po. Domethënë ç'ashtu bëu tavafi. Tavafin, domethënë 7 rreth rrotullime, i falim direktat, pastaj andej është Safa, Safa dhe Merve. Ajo ke për umrën, po. Më shtashin të fol për tavafin. Tavafi ka shpërblimet e veta. Ç'kjo pyetje ke, sa ka shpërblim në tavaf me vë? Sipas asaj që e di unë dhe kam lexuar. Sipas asaj që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai që e bën tavafin ka sevapin sikur me lëshu një rrop. Nëse më përpara ka pas rrop. Ka pas, mos të keq kuptomi pi aty që na xhikojnë. Rrop ka pas në këtë civilizimit, jo vetëm musliman. Edhe të romakët edhe. Ka funksionuar jo robëria. Pas 60 viteve në Amerikë pas rrop. Po, Po filmat. Këtë me rrop. Afrikanë këtë rrop kanë qenë aty. Para 50 vite më shumë do të janë liru. Këj pak a shumë sigurisht e punëtori. Punëtore jo, ato kanë qenë rrop. Ato rrop. Po asnjë farë drejte. Ka dallim ndërmjet punëtorit dhe robi, se robi asnjë farë drejte nuk ka. Po. Ç'është? Ska liri. Për shembull tash në Evropë, në Amerikë kanë ku e di unë tash ka vende që edhe sot të kësaj dite ka mundësi me pas rrop. Ose nuk respektohen punëtorët, që katastrofë. Domethënë me janë hakin punëtorit, me ja marr drejtat, katastrofë. Ose ndash me fe, ndash me kom, ndash me çka dush, katastrofë. Mirë po popujt e fort, kombët e forta, civilizimet e forta e kanë bërë edhe këtë gabim. Po, domethënë sikur me liru një rrop. Po, sikur me liru një rrop edhe sa të ecish. Për shembull tash një rreth rrotullim i ka ndoshta 300 metra. Po, Kënë varet, nëse afrohesh më afër qabës, më shpejt e më. Më shpejt, nëse Unë nëse me po çdo, ajo gushbam çet kënd. Po, normale. Kallavollok e bën vetën. Edhe tash nëse del tu ndoshta 500 metra një rreth. Domethënë sa hapa se vape shkruhen dhe atë gjunohet të shlihen, të fshihen. Tak, një. Nuk dëgjoj. Ta kesh parasysh këtë bëj mend. Nuk ka obligim që ka caktuar Zoti, e pastaj që e ka caktuar
ndoshta s'përmendet në Kur'an, përmendet në hadithe më islam, Sallallahu se cila detyrë që e kemi ndaj Allahu subhanahu wa taala, se cila detyrë e shlin një mëkat, e jep një sevap në shpërblim. Nuk ka obligim dhe detyrë që nuk të jep këtë mundësi. Sepse Zoti nuk ka nevojë për adhurimin tonë. Ne kemi nevojë për adhurimin tonë. Zoti nuk ka nevojë për diturinë tonë. Ne kemi nevojë për diturinë tonë. Zoti nuk ka nevojë në fundit për respektin tonë. Por ne kemi nevojë për se ai që më respekton mua ka respektu veten. Edhe kundërta. Do me thonë, ai që bën tavaf, e ta ketë parasysh këtë se çdo hap që i të bon ka një sevap të dashuri Allah, hapin tjetër sevap, edhe plus ka një gjuna të tapshin, do me thonë knatësi, ditën e gjykimit. Shive, kur tash delsh. ka se mos ta harroj se nuk dashta me përën për fillim, po e harrova. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të them gjuhën arabe, do ta përkthej shqip. La tashuddu ar-rihala illa fi thalath masajid. Mos e shpeshtoni udhtimin përposë në 3 xhami. El Masjidul Haram, xhamia në Kabeja, wa masjidi hadha, sikur e ka thonë këtë thënie, këtë hadith ka qenë xhamin e vet në Medinë, e thotë të xhamia ime wa Masjidul Aqsa, edhe xhamia në Quds, në Palestinë, po. Pse? Se një namaz në Kabe, 100.000 namaz e vleftën. Një namaz në Medinë, në xhaminë e Muslim, 1.000 namaz e vleftën. Dhe një namaz në Quds o qyteti. Jerusalemi, muslimanët e thonë el-Quds, aty gjindet xhamia el-Masjid al-Aqsa. Ai cili e fal në namaz aty e ka vlerë sa 500 namaz. Nuk jemi kundër. Udhtoni këtë doni shkoni. Mirë po, për me e knasë shpirtin, se në ndonjëherë habitemi. Dubai. Shumë fizikës i apin, fizikës. Knatësive. Aspektit fizik, trupit i apim shumë mundësia. Lukthit, mundohemi me knasë lukthin e trupin e... Ama shpirti? Shpirti si s'vdes kur. S'vdes asnjëherë dhe shpirti ka nevojë për knatësi. Po, Allah. Shpirti ka nevojë për ushqim. Ushqimi më i madh feja. Mekka dhe Medinja. Për me u knasë në aspektin shpirtëror, po edhe me pa sa ta vende tash janë shumë të zhvilluara. Po. Por mendoj për 30 vite, kur kam shkuar në 93-94, edhe tash dallimi jo 300%. Mos gabojnë ndoshta më shumë. Lirë shtoj më shumë. O rrugët i kanë rregullu, o ndërtimi, o ata lagjet të bukura, gjithçka në rregull. Ose kur folet e udhtimi më tek se edhe tema që çdo zoti. Habibi kom to Mekka. Për Dubai më tek. Na ka dhënë pak informata se te një botën arabe, çka është puna e këtij qyteti Dubai? Dubai s'kam qenë unë. As ke qenë. Po ka një zhvillim të jashtëzakonshëm. Po da. Të shpejt. Më thonë për 20 vite, para 20 viteve Dubai s'ka pas asgjë. Tash gjithkush ka dëshirë që ta bën një vizitë atje. Shkaku i naftës. Apo? Po, zhvillimi. Shive edhe se atje janë Emiratet e Bashkuara Arabe, janë 7 principata. Domethënë Dubai e ka princin e vet. Abu Dhabi e ka princin e vet. Sharika si qytet e ka princin e vet. 7 qytete faktikisht kanë këto si të pavarur, a? E kanë pavarësinë e vet, po lidhen pastaj me ta them me Emiratet e Bashkuara, po. Si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara, secili shtet e ka guvernatorin e vet, kryetarin e shtetit vet, mirë po, e kanë edhe një kryetar, një qendër që udhëheq, edhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Për shembull, Abu Dhabi e udhëheq shtetin, ndërsa secilëherë Dubai janë zaventës. Nëse kryetari i shtetit o i Abu Dhabit, zaventës kryetari është i Dubait për shkak se si principata, si qyteti janë më të mëdha. E tash zhvillime si për normale, njerëzit tash kërkojnë me pa diçka interesante. Unë ata që kanë qenë në Dubai, i kam pyet, kemi biseduar. Me të vërtetë është qytet i zhvilluar. Ka rregulla. Edhe i shtrenjtë apo? Jo, ka rregulla atje. Se njerëzit mendojnë se atje se e diun për shembull, në muajin Ramazan nuk lejohet, ku të kujtohet ti ulesh në përvende të hapura, edhe hanë e pin jo.
Ka rregulla. Domethënë paska aty edhe islam, jo veç. Ja, tash njerëzit e di tash. Çka kena dëgju, po. Ka mundësi me pas në një hotel që lejohet alkooli ku e di unë. Ama jo secili. Unë se ka ata musliman jetojnë edhe musliman jetojnë në Dubai. Po. Edhe pse ka shumë të huj. Po. Shumë të huj, për shembull ka hindus shumë. Pakistanes ka shumë. Ka Bangladeshit shumë. Iranes ka shumë. A hoxha, di ku du me dal një pyetje, pak është pak si... O, s'ka problem të shofim qka Po, pak të si, me po diskutu. ma të rego pyetjen, po. Flitet në për media, në për opinion se këto manekenet shqiptare shkojnë në Dubai për prostitucion. Sa mundet me kone vërtet kjo? Shife. E di se kjo pyetje në tangon se kjo është e popullit shqiptar. Se unë tash veç kur ma ban kështu pyetjen, që nuk i dhënohem me ti. Po, ne po. Ama e di be që hiç s'ma merr mendja. Unë nervozohem veç kur flas për këtë temë. Nuk ma merr mendja. Shive tash ka kategori të lloj-llojshme të njerëzve. Ata që e gabojnë të shtëpia e gabojnë edhe në Dubai. Po, ne. Ato që e gabojnë në Kosovë, Maqedoni, në Gjermani e gabojnë edhe aty. Nuk më merr mendja që vajzat tona, motrat tona për pare shkojnë e bëjnë këtë gabim. Edhe se zënën herë që ka mundësi me ndëgju në këtë temë unë irritohem. Sepse nëse kthehemi te feja jonë është shumë e madhe. Për ata që e kuptojnë. Për ata që se kuptojnë, s'ka nevojë mu lodh. Se në kohën e Muhamedit Islam ka pas njerëz që se kanë dashur fenë, e kanë kundërshtuar, e kanë luftuar Muhamedit Islam. Edhe tash vazhdojnë. Çka ka thënë Zoti për këtë çështje? Për me akuzu dikë që ka bën zina, imoralitet, duhet 4 burra me pa. 4 burra life me pa. Duke po marrëdhënie. Po. Se me anis ne me akuzu njëri tjetrin ne rezili botës ishim bo. Para çka ka Allah subhanahu wa taala e ka kriju njërinë dhe ka ditë që shumë i dopta. Edhe ka mundësi me ra ngracë, nga bime në mëkat. Edhe ka venduar rregulla. Rregulli shumë strikt për këtë çështje. Por mi thon dikujt që ki gabu ose në këtë aspekt e ka gabu dush me pas argumente. 4 burra me pa direkt me sitë e ballit me pa duke gabu. E pastaj nëse ka nevojë me dal para kadis, para gjykatësit edhe me konfirmu atë që e ka pa. Sepse nëse njëri prej 4 vetëve dështon në konfirmim të asaj që e ka pa, atëra i dënohet. E jo ajo ose ai që akuzohet. Për çfarë s'ban me Po, fort? para çka Allah subhanahu wa taala ka venduar rregulla. Se nëse s'ka rregulla, çka bëhet me ne? Po se sa familja i shkatru, duke folën për njëri tjetrin. Ne për pak e për shumë, si ka thonë e dietari, e shifsha duke pi alkool, thesha jo se ujë ka. Ujë është duke i rrjedh, nuk e ka alkool. E ka arsyetu. Pa e ka arsyetu se duhet me mendu mirë për besimtarët. Pse si na me laqe. Secili prej nesh ka gabimet e veta. Gabimtari më i mirë është që pendohet. Ama pse ne të flasim, nëse kam nevojën me të këshillu, ti duhet me të këshillu. E jo me ta bë bisedën në qytete, në fshate, nëpërmjet rrjeteve sociale, aty nuk e din. Kjo i vjen me ta hong mishin e vllaut tënd të vdekur. A kishe pas dëshirë me hong ti dhun? Jo. E po me bon gibet, me fol, posaçërisht për gratë muslimane katastrofë. Pa marrë parasysh se janë muslimane, se janë bajnë fejnë, A janë manekena, si janë. Po, ani, se cili e ka atë, dhe më thonë, kjo botë ka me zgjatë 50 gjithë dhe 70. Pastaj se cili presh para Zotit ka me dhonë përgjithësi për atë që e ka vepruar në këtë botë. Me dëshirë apo pa dëshirë. Allah s'po lep të gjohet, më pëlqej qasja që... Ja, une për vete nuk mendoj që motrat tona dhe vajzat tona, të folë për tër trupin edhe kombin shqiptar. Qofshin Shqipëri, qofshin Maqedoni, qofshin Kosovë, Malzi, ka do që janë. Nuk më merr mendja që ka mundësi më arrit deri këtu. Të kthehemi në Mekë, Habibi kom të Mekë, se metëm Dubai. Sa i përket Dubai, ato Pa. vendi zhvillohet. Domethënë, ki tash Muhammed bin Rashid Al Maktoum.
Se janë të dy Muhamedi, edhe ai i Abu Dhabit kryetari ishte Muhammed ibn Zaid an-Nahyan. Do të thonë familja Nahyan e udhëheq Abu Dhabin. Familja Ali Mektum e udhëheq Dubain. Edhe familja tjera tash s'm kujtohet me emra. Ndoshta në emision kena më i majtë o mbretërit. Po, duhet Te- tash ka diçka duhet të shkruhet. Po da. Mbahet mend. Po da. Ose nëse mbahet mend, duhet më këshillu Po da. me njerëzit tjerë se dy mendje më shumë janë se një. Po da. Hoç, kthehemi te Meka, janë e dashur. Prerja e flokëve. Kjo më intereson. Domethënë kur i presin flok, do i presin qel këtë. Do vit shpak. E ruajnë. E ruajnë, po. Krejt. Unë me të kallëzu drejtën 2016 kur jam kon për herë të parë dhe për herë të fundit, vish njerëm, kon inshallah Allah i më mëson me shku. Po. Amin. Zera, i prejta vit shpak, se e pyeta një hoxha, dhe tha mund është vit shpak me i prej. Ishte shkallëzon, çish është puna e prerjes flokëve? Shive, me prerjen e flokëve lirohesh nga ihrami. Po. Nëse nuk i pret flok, ka dënim. Ka dietar që thonë duhet me dhon sadaka lemosh, ka dietar pak më ekstrem thonë duhet me prej kurban. Nëse momentin që i shkurton flokët, pak mbrapa, pak ndjath, pak këtu nalt, do më thonë lirosh ke drejt me hek ihram. Ama mas e vapa Me e rujt. me e rujt kokën krejt. Ketë. Po, krejt. E di sa ka nevoj Sa- njeriu me e po. rujt kokën njerë, mi dal flokët në të gjuhën tonë taze, Ta, dhe për fillimi. prej fillimit. Ama Edhe pse? fëmiu kur lind, fëmiu, në fejnë tonë preferohet njerë me a hek flokë krejt, me a rujt krejt. Po. Ama ki pa të nanat, jo bëj nadhimet fëmija i vogël. Po anë edhe kur i ban 6 muaj, kur i ban 1 vjet, pa tjetër se janë flokë të papastër. A ti ka berber nica, po? Ka berber sa Meke, sa dushki. Bile e kum po, atë si një qenë të drejtor, Po, këtë po, berber. po. Në për hotela ka, rrugës ka, s'ka problem. E hoq, sa ka Edhe- se vape? Se vape ka, si cëllë flokë, si cëlla qime. Të epni se vap të shlini një mëkat. Allahu akbar. Ishte shumë interesante, më tash për shembull ka Gjitha njerëz të që flok. Po dhe kanë kompleks. frizurën e mire, flokët e mire, tash. Ja, vallaj, Kompleks. vëse Allah me ma mundësu se ndjen se vap, do më Suno, thonë. unë mendoj që ti qeli trimir. Po, unë mendoj që Vallaj, i më të e këshirë, vish të fitoj që dhe se vape. po Inshallah. tash zoti njerë ta mundsoft me shku atje. A thu sa ka kime ngri miliona? Vallaj, milion, po më shumë se 1 milion. Po, Kingi e me vallaj. po, më shumë se 1 milion. Hoxë, zemzemi, edhe që du të munal pak. Vlera e ujtit zemzem, dhe më thonë është burimi zemzem. Ki ujë nuk ka zemzem. Kjo, sa zemzem, po e pina, bismillah. Zemzemi o ujë që fillimisht ka fillu dëburon në momentin që Haxheria, bashortja Ibrahimit alayhis salam, nana Ismailit alayhis salam, ka kërku ujë dhe ushqim për Ismailin prej kodrës Safa deri në kodrën Merve, edhe në Asjeltas, ku e përmendëm atë Po. ecë. E ka vëndu të vendi tash ku buron zemzemi. E ka vëndu edhe ka shku. Se veç të dy kanë qenë Mekë, s'ka pas as kush tjetër. Haxheria dhe Ismaili. Si Ibrahim Islam njerë ka qenë martuar me Sarën. Mirë po Zotë nuk i ka dhonë fëmi. Pastaj e merë edhe Haxherin. Allahu Gjellëshanu me Haxherin jep një djalë me emrin Ismail, mirë po edhe me Sarën, pastaj Pas një kohë. Po, pas një kohë, ja dhuron një djalë, ja vendon emrin Ishaq. Nga Ishaku prej ardhen e kanë hebrenjët, nga Ismaili prej ardhen e kanë arabët. Interesant. Edhe ne këtu dikun jemi. Të gjitha kambët e kanë prej ardhen prej te Ismaili. Ibrahimi. Po, Ibrahimi. Pastaj ndahen ata, më thonë. Se Zoti si ka thënë Kur'an, ju dojmë në popull dhe fise, edhe në gjuhë të shumta që çka të luftojnë ndërmjet të vritin, jo, po të duheni të respektuaj kështu me radhë. Edhe udhton Ibrahim e merr Haxherin dhe Ismailin ndërron në Mekë. Asnjë shtëpi s'ka qenë. Asnjë njeri s'ka qenë. Sepse nuk është vend i pjellshëm. Po. Këtë gurë zërë. Krit gur, as ujë, as hurma nuk bëhet aty. Krit gura. Së dhe kësoj dita është ashtu, po. Po. Edhe tash Ibrahimi thot
ju vendosa këto se unë shkojmë mira me punët e mia, pejgamber ka qenë. Po, I ka thënë njerëzit punë të mira, i largon njerëzit nga punët e liga. Haxheri thotë, o Ibrahim, je duke shku. Po duhet një çështje të ma shpjegosh. A dëshira jote që na vendose këtu, apo dëshira dhe urdhri i Zotit? Ibrahimi alayhis salam thotë urdhri i Zotit. subhanallah. Po, urdhri i Zotit. Haxheri thotë në rregull. Ec. Edhe ju ka mbështet Allahu subhanahu wa taala. Edhe ka kërku ujë. 7. Para mendoj, grua ka qenë. Tash me një aspekt grad pak fizikisht janë më të dobta se burrat. A ka mundësi një grua me qenë më i fortë se burr? Ka mundësi. Unë përgjithësi jam duke thënë. Përgjithësi, po më Po. dobta. Se nëse del ka gratë që maratonën ato, ka 40 km vrapojnë. Ushtrimi e ban të vetën. Mirë, po në përgjithësi është lodh. Është lodh duke kërkuar kur ka ardhur te Ismaili, a Ismaili më të kam të vogla duke lëviz, fillon burimi i ujit. Ama atë shumë ka dal ujë, saqë Haxheri është friksu se po bon një loma, një liqeni math edhe po fundosën, po mbitën, i ka thonë zem. Ndalu. Në gjuhën e asaj kohe, zem, do më thonë ndal. Që të ndalë Ndalu, që të ndalu se po bën shumë. Edhe uji është stabilizu, është qetësu, edhe sot të kësoj dite burimin e ka në atë vend prej në kohën e Ismailit e sëra. Oj, zemzemi. Edhe zemzemin, kur i ka thonë djallit vetë dhe ka pi vetë, ka qenë edhe uj edhe ushqim. Si infuzion. I po ku shkon në spital? Tep, infuzion Pa edhe. atje s'ka grosh edhe kebab. Spital, normale po. As sup nuk jep. Se jenë infuzion, Po, bëtë. da. Infuzion, çfarë roli në infuzion? Ato shqenë. Po, vitaminat ke. Vitamina ka. Edhe zemzemi i ka vitaminat e vetë. Tash për tash, Mekja vetëm zemzemin e ka. Ka gjelbrime që i kanë bon shteti, ja u kanë dërgu ujin ato drujnë që bane. Lloj gjelbrimi ka. Ama kështu natyrale, Natyral s'ka gjë. vetë zemzemi. Vëzhemi, ka thuhet ka në vende pak më larg ka fillu. Po, Pasi e ba. do të vjen koha, sipas hadithit sakt, Muhamedi sa do të vjen koha që gatishilli arabik do të bëhet me lumeje, gjelbrime kështu me radhë. E ka vende tjera që do të kenë problem me A banorët e Mekës, çka jetojnë në Mekë, Mekasit, a e pinë zemzem ato pinë? Më shumica në rrasë zemzem, se edhe zemzem edhe ka mundësi tash edhe në për marketet në e kanë E shish. shteti, e shesin ma. Thjesht. Unë kur isha, Mira, do të thonë, është me qesh, me mirë, organizuar. Po, organizume dhe shpërndahet edhe prej Mekës shkon edhe në Medinë, Po, edhe të xhamia pejgamberit. edhe xhamia Islam dhe në xhamin Kuba ka zemzem, vetë të xhamia. Na trego pak më shumë për vlerën e zemzemit. Zemzemi do të thonë pijet me nijet. Çfarë problemi ki? Por shembull nuk shoh mirë. Ka probleme, nuk Me shoh shikimin. afër, nuk shoh me shikimin. E pi zemzemin dhe merr zemzemi fërkon sit edhe banet, o Allah, po e pi kët ujë zemzemit ose po i fërkoj po i preki me këtë ujë sitë mi për shërim. Tash sa do të mbesoni nuk e di. Unë e kam pas një njëri të afërt. Daje kam, sot e kështë ditë o gjallë. Mund të kontaktosh jeton në Bruxelles. Edhe emrin si dush të tregoja. Haxhi Skenderi. Vitin 2009, më zgaboj kemi qenë në haç me autobus. Ajo s'do është marrë prej Bruxellit të në Shkup, edhe kur erdhë mu qajtë mu tha shumë kam problem me këmbët. Një sëmur. Në atë kohë i ka pas afër 55-6 vjeç. Kjo kohë ka tjena. Mirë për kishtë probleme. Edhe unë thash hajtë se atje o zemzemi kimi lajt këmbët, du t'i prejkish me ujë, kina me boda, pasha Allahun. Wallahi billahi. Në momentin që kina zbrit në Medinë. Me autobus kina shkull në Medinë. Ka pi zemzem edhe që ata mësime që e kina dhonë, se s'kina nëzirë për mendve në ata mësime, për Kuranit dhe Sunetit. Wallahi billahi, sot e kësaj ditë nuk ka problem kam. Mashallah. Bejen Allah të bëj. E qartë. Unë argument vetë kam, edhe plot argumente tjera që kanë tjenë njerëzit me ne. Po. Unë shërim. Në e moj mend ma herët, kur
ktheheshim ne nga haxhi. Këto në Maqedoni ishin inspektora në kufin Deve Bajra atje, në Kriva Pallang. E kërkojshin zemzemin, thuti se drog janë të kërku. Bëshin për në madhe, kjo mundet me qenë kështu, filozofia së bush. Po, shumë. Ama tash nuk ka problem, dhe më thonë, se nërë që vim atje, Ka 5 litra më duket. respekt për ata në aeroportin e për kufin, vetë ju mi themi, po marë, po a jam Maqedonan shqiptar, tash do në zemër. Kur ka ndodh, keq, po e përmendi, tash në regull. Qa, zemzem, ato nëse... Nuk e bojnë problem. Uj i shenjt, po, uj i shenjt, ja, nuk e bojnë problem. Tash, e kanë kupto si dohet, e kanë kupto drejt, edhe zdon me navo patrici. E dhe më thonë, ki problem, e ban një jetë për qatë problemin, edhe bismillah. Edhe inshallah shkon se... Ka garanca tash. Nuk ka pa të... Ka garanca. Dikujt Allah ja ban minjerë, dikujt ja... Tash ajo dëshire Zotit se sa të sprovan. Mirë po, është një mundësi shërimi. Tash edhe ti ndorët mjekut je. Sa herë i ka ndodhë pacienti mjekut ndorë i ka vdekë në operacion. Po, valla. A si ka bon, jo e ka bon mirë, e ka bon me të gjitha regullët, po Allahu ja ka shkujt me vdekë u këti puna. Hoxha, do shta me të pyt këto që ka i shesin të na këto, a janë zemzem ba ato? Se thojnë i përzin. Nuk e di, valla. Nuk e di. Tash, mos flas pa ndonjë argument. Nuk e di. Unë mendoj mirë. Unë mendoj se Zemzem është. on zemzem. Allah i namë Se nuk ka shumë. Me qenë se ka ku e di, për shembull dikush i ka 10.000 litra ose 100.000 litra, diçka tepër. Flitet që më kujtu tash, flitet edhe për një mrekulli të sotshme, domethënë, kur është haxhi 5 milion se janë aty, nuk shterët burimi i zemzem. Ja, ka ujë se shive. Ai uji nuk ndalet se buruari. Buron. Ata kanë vendet caktuara më larg që e tubojnë. Në më thonë, më lidhët tubohet uji, pastaj edhe shpërndahet. Para mendoj, si cili njeri që shkon numre, si cili njeri që shkon haq, ka 5 litra I kopi shtetit, zemzem. Po. i marrë me veti ka shpia. 9 reale paguan. Unë se e di pa pare, Ja, është paguan. është paguat. Po, e paguajnë ato firmat që organizojnë. Po. Po, dhe, po, e që është. Allah në më sot me Qiva, pi. ato 9 reale, për çka janë? Po, dhe, për mirë mbajtjen e Po ta qabës. mëson se në aeroplan ka vend posaçëm që ujin e tubojnë. Po, E dhe, para, e dyta ata mshtjell me a kupton, me nylon me diçka të posaçme, që ato harxhimi i pagun, jo ujin si ujë. po, dhe, po. Hoc, pika tjetër që du me diskutu me ti është një çështje që mu më pëlqen shumë dhe shpesh du ta ceki ta shpërndaj. Një namaz i falur në qabe e ka vlerën sa 100.000 namazë jashtë qabës, për shembull Shkop, në Prishtinë, Tiranë, kudo koft. A është e vërtet kjo? Po e vërtet. 100.000 namaz. Po ka thonë po e stom. Sallallahu. Namazin qabon 100.000 sevap. Namazin Sa 100.000 namazë. sa 100.000 namazin. Namazin Medina sa 1.000, namazin Quds, Mesjidul Aqsa, në Jerusalim sa 500. Mirë po këto a ka mundësi këtë telegraf? Po, mëra. Shembol Qabe, Po, edhe xhamia e madhe, rrethi. po rrethi 1 milion, 2 milion njerëz tu me oborin jashtë 2 milion. Po. Mirë po nuk është kjo harem. Haremi më shumë. Ka haremi mundet prej tu te xhamia me shku 3-4-5 kilometra në djathtë e 3-4-5 atje. Haremin, nëse shteti ka mundësi me ndërtu xhamin, e ndërton deri atje ku quhet vendi harem. Ma jashtë qabës ka i të folë, po. Jashtë qabës, unë jam do fol jashtë qabës, për Po. harem. E tash këtu një debat. Ndodh një debat brenda dietarëve se a vetëm me imamin e qabës kur lidhet Nëse më bën atë se po ndërpreja, pet pas ka pas tërmet. Shtesha poshtë në lajë. Allah na rujt. Amin. Vazhdo. Sa pos ka qenë? Vetëm bak tash. Se tash edhe anë. Po pse s'më organizuat të më bëni kështu një 2.9. kamerë e fshehur ta shihni unë çfarë sa azan. Po si ati hoxhës. Jo, kjo kanë kon 1 metër me. Sa? 2.9. Zoti na rujt, Zoti na ka ndor. Amin, absolut. Shive, se i përket tërmetit të çështje e Zotit. Allah e dridh tokën vertikalisht, horizontalisht, askush as gjas mund të neva.
Edhe hek edhe më Edhe sik. njerëzit tash me teknikën, teknologji, diturinë që e kanë gjithçka në rregull, i ndërtojnë ndërtesat e shumë fort. Për shembull në Japoni, sa kam dëgjuar, ndërtesat ndërtohen për 9 shkallë me duruat, dridhjen. Po me dërgu Zoti 15 shkallë. Po. Tash, para çka kjo punë e Zotit, askush as gjon për këtë çështje nuk di. Allah na rujt. Zoti na ruaj, Zoti na ka ndorë. Po, vazhdon për Tema, po 100.000 namaze. 100.000 namazë, tash nëse lidhesh me imamin e Qabes, deri këtu mbrenda shembull, mbrenda të këtij haremit 10 kilometra me 10 parafrasisht. Një xhami këtu në Qasha. Nëse e fali namazin unë 6 kilometra rreth Qabes me imam këtu. Ai ka më këtu 100.000 sevape? Edhe jashtë haremit, jashtë asaj, shembull 20 kilometra larg Qabes, ai kam nisoj on debat. Shumica e dietarëve janë mendimit se duhet me ulith me imamin. Qabe për mi pas 100.000 namazin për ka dietarë që thonë brenda haremit, ku do të falësh, i ke 100.000 namaz. Mirë po kanë thonë, edhe mëkatin, ku do të e ban, gjunahin nuk ka njësoj sikur në Shkupe në Dubai. Ja, gjunahin nuk ka njësoj sikur, për shembull, në Gjermani, në Amerike, jo, në Qabe, nëse e ban gjunahin në më i madh. Nëse sevapi është më i madh, atëherë edhe gjunahi. Domethënë nëse të qëndron 4 ditë në Mekë, 4 herë 5 namaze, 20 herë 100.000, 2 milion. Domethënë sikur mi fal 2 milion namaze. Tash të organizatorët e umrës, dikush 6 natë, dikush 7 natë. Po. Mekë. Se më mirën Mekë me shku, se edhe në Medinë. Po, atë janë sevapi. Po, njerëzit janë të lidhur më shumë për Qabën. Po. Për Qabën. Ishte që ta sqarojmë edhe një sen se kina qasi ignoranta kina fatkeqësisht në për komente. Po. Thojnë, po kjo kollaj kana, unë po shkenja 7 ditë në Mekë edhe këtë namazet për tjetës time. Sikur mi fal ta njëjtën namazet. Ja. Nuk vjen namazi nga obligimi dhe nga detyrat që kemi ndaj Zotit. Domethënë njeriu e fal namazin derisa nuk i del shpirti. I vetmi adhurim që nuk ka rrugdalje që mos me e fal, është namaz. Shembull, zeqatin, një pjesë të popullit e jep, një pjesë nuk e jep. Ata që kanë të holla e përmbushin rregullin e japin zeqatin. Ata që kanë shëndet, agjerojnë. Ata që kanë të holla shëndet, shkojnë haç. Ama te namazi nuk ka, s'ke shëndet, falesh ullur. Nuk mundesh ullur, falesh shtrir. Nuk mundesh me lëviz, falesh me mendje. Me shpirt. Ama namazi nuk lihet. Nëse janë rrugë, drejken prej 4 rekat e fal 2. Ikindin prej 4 e fal 2. Yatsin prej 4 e fal 2. Ama nuk lihet në asnjë rast, në asnjë moment namaz. Në luftë ka rregulla si falet. Në aeroplan dush më fal. Në autobus dush më fal. Nuk ka mundësi me anashkullu namazin. Por po se në 3 raste nuk falet namazin. Si ka thonë për Islam? Sallallahu alaihi. As-sabiju hatta yahtalim, i riu derisa hin në moshën madhore, të ne i thona në bilik, apo? Po vërtet? Por vërtet, e dita I çmenduri? Edhe tretës s'ka në të edhe në gjumë duket kur je. Po, derisa zgjohet nga gjumë, se gjumë jo gjysmë vdek. Do të thonë këta 3 raste. Nuk mundesh mi thonë, pse se ke fal namazin, vallë, më ke zonë gjumë. Po alarmin, po alarmin se kam dëgju. Edhe i riu normale, atë vjet 10 vjet nuk e kupton, derisa të hin pubertet edhe ai I cili është I çmendur, I smur psikikisht derisa ta kupton çka është namazi. Allah shpëleft. Ose janë edhe do pyetje këtu. Vlera e gurit zi, domethënë kur shkojnë me puth. E putha. Shive, gurin e zi. Guri I zi, po, sigur sipas traditës profetike, sipas haditheve dhe fjalëve të Muhamedit Islam, vjen nga xheneti. Ka një hadith që thot guri I zi ka qenë I bardh, si bora. Mirë po, me mëkatet që I kanë bëu më herë njerëzit, u kanë zi. Hazreti Omeri edhe ka marrë gurin, edhe ka thonë, o gur, unë e di që guri je.
Mirë po të ka puth, ma nësem po të puthi edhe. Guri i zi, në momentin që se cili njeri e puth dhe e prejk, për respekt, në ditën e gjikimit, në botën tjetër, guri i zi do të ketë sy, dy sy dhe gjumë, buzë do të fletë, dhe do të argumenton si kush. Filonim ka prek. Në momentin që ke shku të ke prejk gurin e zi, argumentin nuk o që e ke prejk as i ke prejk, po ke qenë qabe, ke bo tavafin, e ke bë umrën, e ke bë haqën. E do me thonë, në ditën e gjikimit guri i zi ka me thonë çikim ka puth, ose çikim ka prek. Kim ka vizitu. Se kur 2016 kur isha unë smuqja për gushve small, ama me prek apa. Sheve, tash une normale, janë do islamofoba do kundërfejt që i nxerin disa video të ushtin njerëzit atiti. A kupton? Po mirëve tash... Në ditë gjikimit kanë mushni. Po mirëve, po për telefonave rendi mathe. Po valla, iPhone-i kur deli ri. Po, sa vende në botë ka për stadionve me hi lamban, vritën e... Edi, po pse neve mos më ushtin pak për sevap, për shembull, nuk ka rregull. Nuk ka, është mirë me vendoret, po s'ka mundësi me vendoret, për nga ka policia, ti ka shërbim sekret shumë. Ti bi shef 5 policë, ama ndoshta i rreth unë prej shërbimit sekret se ashtu funksionon vendet, se lloj njeriu vjen. E inshallah nuk vjen askush për me bëu një të keqe. Amen. Me këtë në qabe. Hoxha, këto pra ishin pyetjet se pak çka tërmeti pak. Po valloj be hiç besoj të umne. Se tu më po. Nëse nuk vdes prej tërmetit, vdes prej tunajt. Duke hang son çokolate, di son çokolate? Ato Fara. Po son çokolate fara të zeza i vjen. Këtu te ne i thon son çokolate. E di se njeriu ti kanë bëjë fit edhe mos me qenë dikush aty pak me ndihmu, kish vdek. Në vërtet. O, son arriva rahat se Zoti na ka caktuar lindje dhe vdekje. O, secili njeri këtu, ki po do asgjana në botë si bon. O, kanë me vdekje ata. Po valla. O, kanë milon me pare, me fuqi, me ushtrime, me aeroplana, me helikoptera, me jahta, krejt kanë milon. Valla, i kitë kanë me vdekje. Po inshallah vdesim me një vdekje të mirë. E siguritim fëmijët e tonë e familjen tonë. Amen. Allah Zoti shpërbleft. Na von Allah shumë kena fol. Inshallah kanë dobi dhe hajër populli janë. Faleminderit shumë. Amen. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ky pra ishte emisioni. Selam aleikum njeri javën e ardhshme.